Sonte do të flasim për një temë që prek drejt për drejt jetën e çdo qytetari, kriza e çmimeve dhe ndikimi i tensioneve globale, veçanërisht në ngushticën e Hormuzit. Lëvizjet në tregjet ndërkombëtare të energjisë dhe pasiguri gjeopolitike kanë pasoja të menjëhershme edhe për vende si Shqipëria. Në një kohë pasigurie ekonomike dhe sociale, ne si të krishterë jemi të thirrur të shohim jo vetëm realitetin, por dhe shpresën, paqen që vjen nga besimi në Jezusin. Për të na ndihmuar ta kuptojmë më mirë këtë situatë, kemi sot në studio gazetarin Elton Kraja. Mirë se erdhe, Elton. Mirë se gjera. Kënaqësi të kemi në studio. Elton, çfarë po ndodh aktualisht në ngushticën e Hormuzit dhe pse kjo pikë kaq e vogël gjeografike ka një ndikim të madh në ekonominë botërore? Po e nes përgjigjen duke filluar nga fundi. Rreth 20% e konsumit të naftës në mbar globin kalon përmes kësaj ngushtice. Po. Edhe duke patur parasysh ndikimin e madh që ka Irani më pranë kësaj ngushtice, dhe duke qenë se është një nga fuqitë për sa i takon rajonit më të mëdhaja dhe me më shumë ndikim në rajon, ajo ka arritur gjithmonë ta kontrollojë këtë kanal dhe të kontrollojë gati 20% pra të kalimit të naftës, të konsumit botror të naftës që kalon përmes këtij kanali. Po. Kjo bën një pikë shumë strategjike, sepse bllokimi i mundshëm përmes anijeve luftarake, përmes paralajmërimeve që Irani jep të vazhdueshme se çdo anije që kalon nëse nuk paguan tarifa ose nuk le të themi nuk i jep benefitet e duhura Teheranit politike ose ekonomike, do të penalizohet, do të ndëshkohet, do të bllokohet, do të goditet etj. E bën këtë situatë shumë nevralgjike dhe shumë të rrezikshme për mbar ekonominë botërore. Edhe duke në një farë mënyrë ndikon drejt për drejt në ekonominë e të gjitha vendeve të globit, përfshirë dhe ekonominë e vendit tonë. Por çfarë ka ndodhur deri në këtë pikë ku ne jemi? Kjo situatë ka zgjatur e tillë për më shumë vite. Dhe ka qenë një status quo e vendosur ndërkombëtare kur për gati 40 vite nuk ka pasur një ndryshim të regjimit në Iran. Përjetëdoj Shtetet Bashkuara të Amerikës kishin rënë dakord që situata do ishte një status quo e tillë, për sa kohë Irani nuk prekte ngushticën e Hormuzit, nuk prekte këtë pikë të rëndësishme të kalimit të naftës me ndikimet e saj globale. Ndryshimet e fundit që kanë ndodhur gjeopolitike, lufta në Ukrainë, zhvillimet në lindjen e mesme, rritja e rrezikut nga Irani për zhvillimin e armëve bërthamore, kërcënimet dhe sulmet e vazhdueshme dhe lufta që ka pasur her pas here me Izraelin, e kanë bërë këtë situatë të këtë rajon më të brisht. Dhe në këto kushte, duke sikur Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur të zgjidhin një herë e mirë çështjet me Iranin dhe ndikimin që ka Irani në rajonin e vendeve të botës arabe dhe lindjen e mesme konkretisht. Dhe në këto kushte ku jemi? Jemi në kuadrat negociatave. Dështuan për 2 javë negociatat që u zhvilluan me ndërmjetësimin e Pakistanit. Dhe mund të thuhet që megjithëse ka patur progres, sikurse u tha nga sekretari amerikan i shtetit, në bisedime palët kishin ofruar qëndrimet e tyre, afrimi nuk ishte mjaftueshëm për të arritur një marrëveshje paqe. Kjo ndodhi pak ditë më parë. Më njëherë pas, Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndose paralajmëruan se janë të gatshme për të vazhduar bisedimet me Iranin, për gjetur një zgjidhje mbi situatën politike në Iran, mbi fuqinë ushtarake që do të zotëronte Iranin në të ardhmen dhe mbi garancitë se nuk do zhvillonte armë bërthamore. Këto ishin pikat kryesore të bisedimeve që janë zhvilluar ndërmjet SBA-s dhe Iranin. Atëherë u kalua në një variant tjetër. Shtetet Bashkuara të Amerikës vendosën që së fundmi të bllokojnë ushtarakisht lëvizjet në kanalin e Hormuzit. Çfarë do të thotë? Nga ushtria amerikane është vendosur që luftanijet të ushtarake amerikane të vendosen në këtë ngushticë duke bllokuar hyrjet dhe daljet në këtë kanal. Pse ndodhi kjo? Kjo ndodhi sepse vetë Irani ndonse ishte në kushte lufte, ndonse është gjendur në presion ushtarak nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe nga bombardimit që vinin si nga Izraeli dhe nga ushtria amerikane, ka arritur të vazhdojë të zhvillojë dhe të marrë të ardhura nga prodhimi i naftës dhe nga leje që ajo jep kalimit të anijeve përmes kësaj ngushtice. Dhe përfitues të këtyre vendeve kanë qenë vende si Kina, si India, vende të cilat nuk kanë
le të kemi një marrëdhënie të mirë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ruaj një marrëdhënie të mirë me Iranin për hir dhe të ndikimit dhe rolin që ka te kjo ngushticë. Në këto kushte ne jemi që kemi një përpjekje të fundit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të bllokuar të gjitha anijet që kalojnë. Pra, Irani nuk do lejoj më që të kaloj anije që paguajnë haraç të Iranit, që paguajnë një faturë të Iranit, qoftë politike dhe qoftë ekonomike. Por ka përjashtime? Po ka përjashtime. Për të shmangur këto përjashtime dhe për ta vendosur Iranin përballë kufizimeve të plota dhe sanksioneve të plota që të mos ketë përfitime nga ekonomia e saj e naftës, është vendosur një flotë e cila aktualisht ndodhet në ngushticën e Hormuzit. Sa efektive është, për këtë ka informacione nga më të ndryshmet. Nga ushtria amerikane thonë që ka arritur të bllokohet, ndërsa nga Teherani dhe burime tjera thonë që ka ende anije të cilat arrin të kalojnë përmes kësaj ngushtice. Sa të vërteta janë këto informacione, ngjelet gjithçka për të verifikuar. Por ky është plani dhe në këto kushte jemi. Kemi një blokadë, kemi një përpjekje për vazhdim të bisedimeve, sërish ndërmjet Shtetit të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, një përpjekje gjithmonë në ndërmjetësimin e Pakistanit për të vijuar në gjetjen e një zgjidhje edhe në ditët në vijim, por në kushtet e bllokimit jemi sot dhe në kushtet e blokadës. Të falenderoj që na informove për këtë realitet kohëve të fundit. Atje si reflekton Elton këto tensione në rritjen e çmimeve të karburanteve, të produkteve bazë në nivel global, por jo vetëm edhe në jetën e përditshme të njerëzve. Unë do doja t'i referoesha kësaj një raporti më të fundit që sapo ka dalë nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Është një nga institucionet më të besueshme ndërkombëtare. Përtej parashikimeve të analizëve etj, fundi institucionet kanë folur. Dhe në raportin e fundit të pranverës parashikohet një rënje e ndjeshme ekonomike e ekonomisë globale. Pra, rritja e çmimit të naftës, sikurse ka ndodhur që nga muaji i shkurt që ka filluar lufta, dhe ka ndodhur jo vetëm në Shqipëri, por ka ndodhur në arenën ndërkombëtare dhe pastaj ka ardhur dhe është përcjellë në Shqipëri. Ka pasuar me rritjen e çmimeve të karburanteve dhe përpasoi rritjen e çmimeve në efekt zinxhir për gjitha produktet që janë të lidhura me karburantet. Duke llogaritur që nga transportet, që nga shërbimet, edhe gjithçka që kalon përmes prodhimit dhe që ka nevojë për karburant. Kjo ka çuar në një rritje të çmimeve që mund të pasojë një ulje të konsumit, po edhe pason atë që quhet në terma makroekonomik në rënjen e ritmit të rritjes ekonomike të ekonomive globale. Për cili është parashikimi? Parashikimi për eurozonën kemi një rënje në mos gaboj me vetëm në eurozon kemi një mesatare me 0.7% është parashikuar rritje ekonomike për vitin 2026 dhe 2027. Që do thotë mesatarisht në eurozon kemi këtë nivel, një rënje shumë e madhe. Gjermania, një nga motorët më të mëdha, motori më i madh, ose generatori më i madh, ose lokomotiva e ekonomisë së Bashkimit Evropian e ka rritjen parashikohet në 0.8%. Pra rënje ndjeshme? Që do thotë rritja ekonomike nuk do jetë më në nivele 2, 4% e 6% e tjera, po ka një rritje vetëm në nivelin 0.8%. Pra, jemi në kufit e një stagnacioni, do të thënë një ekonomi që gati nuk rritet. Dhe kjo konsiderohet pik krize, pik vështirësie ekonomike globale. Italia ka pasojat e veta dhe ka një ndër rënjet më të madhe e ka të llogaritur Italia, që sipas shifrave që unë kanë ka 0.5%, pra e ka rritje ekonomike për vitin e ardhshëm parashikohet 0.5%, më e vogla ndër vendet e eurozonës. Britania e Madhe po kështu është në vështirësi, ndosë nuk është pjesë e eurozonës. Kjo bën që situata mos jetë shumë optimiste në ekonominë globale si pasojë e kësaj krize. A është vetëm kjo krizë? Nuk është vetëm kjo krizë. Sigurisht lufta në Ukrainë, investimet që ka bërë dhe shpenzimet dhe fondet që harxhon Bashkimi Evropian për të mbështetur Ukrainën në luftën ndaj Rusisë, sigurisht që ka dhënë dhe pasojat e veta. Dhe kjo vendos situatën e bën edhe më komplekse dhe më të vështirë, si nga ekonomike ashtu dhe nga ana gjeopolitike. Pra, e thënë në këto kushte, është vështirë të mendohet që Shqipëria nuk preket. Që Shqipëria nuk preket sepse Shqipëria është shumë e lidhur me të gjitha vendet e Bashkimit Evropian, vendet e eurozonës. Dhe është e lidhur në gjitha llojet e mënyrave, që nga numri i madh i migrantëve që jetojnë në këto vende, numri i madh i shqiptarëve që punojnë në këto vende dhe që sjellin remitanca dhe sjellin të ardhurat për familjet e tyre në Shqipëri, ashtu dhe nga varësia që ne kemi nga produktet që vinë ose nga importet që vinë
nga këto vende drejt Shqipërisë. Pra, një rritje e çmimeve në këto vende, një vështirësi ekonomike, një rritje e mundshme që mund ndodhe papunësisë, një tkurrje e këtyre ekonomive, automatikisht mund të ketë pasoja dhe pritet është e normale që të ketë pasoja dhe ndikim dhe në ekonominë shqiptare. Pra jemi të ekspozuar ndaj këtyre luhatjeve, duke qenë se jemi vend me ekonomi të vogël edhe të varur nga importet. Sigurisht jemi të varur nga importet dhe është normale që vende si Shqipëria ne kryesisht konsumojmë dhe ofrojmë shërbime më shumë se sa ne prodhojmë. Dhe përjedhoj çdo gjë që ne marrim nga jashtë. Nëse marrim me një çmim të rritur, efektet e saj të gjitha do të ndihen në xhepat e konsumatorëve shqiptar që i përdorin këto produkte. Por mund të them këtu një fakt interesant që pavarësisht rritjes së çmimit të karburanteve në tregjet ndërkombëtare, shifrat më të fundit që vinë nga doganat flasin për rritje të konsumit të karburantit në Shqipëri. Që do të thotë, megjithëse kemi një rritje nga muaji i shkurt, në 3 muajt e fundit, jo vetëm konsumojmë, tani po konsumojmë më shumë se që kemi konsumuar një vit më parë në këtë kohë. Dhe kjo është pak sa e çuditshme si shpjegohet me fjalë, por që do të thotë që në një farë mënyrë shqiptarët nuk po e vrasin mendjen më se sa po konsumojnë. Ose ekonomia është në nivele të tilla që ka nevojë për këtë karburant dhe nuk e shmang dot. Pra, çdo sektor i këtij vendi është një nevojë për sa kohë ekonomia ka qenë në zhvillim, është në rritje dhe ne kemi një rritje të konsumit, një rritje të prurjeve që vijnë nga prurjet të karburanteve që marrim sepse ne importojmë karburantin nga jashtë, kemi një rritje të importit të karburantit gjatë këtij viti. Mund të themi që kemi marrë muajin e kaluar, për shembull, janë importuar 56.903 ton karburant sipas drejtorisë përgjithshme doganave, më shumë i bie 2.000 ton më shumë se sa marsin e vitit kaluar. Më thënë, kemi patur të hyra në dogana vetëm për shkak të kësaj rreth 550 milion euro i kemi patur të ardhura të hyrat nga importet e karburanteve që kanë përfituar në këtë mes, më thënë, përfiton jo ekonomia shqiptare, po përfiton qeveria shqiptare. Pra, në një farë mënyre, rritja e importit të karburanteve, qeveria shqiptare sjell më shumë të ardhura në buxhetin e shtetit, sepse barën kryesore të tyre e çmimit të karburantit, e këtyre karburanteve kanë taksa, tatime dhe aksiza. Dhe një rritje e prurjeve të tyre do të sjell më shumë të ardhura në buxhetin e shtetit. 30% e të ardhurave vjen vetëm në buxhetin e shtetit, vjen vetëm nga karburant. Që do të thotë, përfitues në këtë mes, dëmin e parë e kanë konsumatorët shqiptarë, se në fund fare ata paguajnë faturën e një çmimi më të rritur. Por për sa i përket qeverisë shqiptare në këtë mes, dhe jo vetëm qeveria shqiptare, por dhe qeveria e Kosovës, edhe vendet e rajonit, për shkak të rritjes së çmimit kanë patur një përmirësim të ardhurave tyre buxhetore. Se sa do jetë në gjendje qeveria shqiptare që ta përkthejë këtë të ardhur që ka patur në uljen e ndikimit që do ketë rritja e çmimeve në tërësi dhe rritja e çmimit të karburanteve, pra në një farë mënyrë t'u kthej qytetarëve këtë shumë të marë, kjo do jetë pastaj ngelet për të parë se çfarë do bëhet. A jemi të varur totalisht nga tregjet globale, sepse mund të vi situata në një pikë që ne nuk mund të marrim kaq shumë karburant dhe të kemi rezerva në Shqipëri. Madje shqiptarët duket se nuk po i përgjigjen fare deklaratës më të fundit të Bashkimit Evropian, në mos gaboj, që duhet kurseni, sepse do vi koha edhe lëvizjet do të jenë më të kufizuara për shkak mungesës së karburantit. Si zbutet kriza, e thënë në pak terma, dhe si kanë përdorur dhe vendet e tjera, në krahasim me atë që po bën qeveria shqiptare. Në krahasim me vendet e rajonit jemi pothuajse në të njëjtën mekanizme përdorimi. Si Kosova, si Maqedonia e Veriut, si Shqipëria kanë ngritur ato që quhet diku emra të ndryshme, po që quhen bordet e transparencës. Pra, ngritja e bordeve, edhe kush shkon në këto borde, përfaqësues të ministrive, përfaqësues të ministrive të linjës, tatime, dogana dhe sigurisht ata që importuesit e karburanteve. Qëllimi është për të bërë një transparencë të çmimeve, se sa importohet, me çfarë çmimi importohet dhe me çfarë çmimi del në treg për të shmangur abuzimet e mundshme. Dhe kjo është një masë që është marrë nga gjitha vendet e rajonit. A është kjo zgjidhja përfundimtare dhe zgjidhja më e mirë e mundshme? Unë nuk di ta them, por kjo është mënyra se është gjendur dhe një strukturë e tillë është përdorur dhe gjatë krizës, fillimit të krizës në Ukrainë. Në momentin që nisi lufta në Ukrainë,
u vendos e njëjti bord për monitorimin e çmimeve të hidrokarburave, të karburanteve dhe energjisë elektrike etj. Pra, kemi të njëjtin strukturë dhe të njëjtin mekanizëm, por sa do jetë efikas, kritikat ka qenë shumë të mëdha gjatë mënyrës se si është trajtuar gjatë fillimit të luftës në Ukrainë. Se si do të procedohet këtë radhë, ngjelet për tu parë. Masat që marrë qeveria shqiptare janë një vendim për të rishikuar aksizën, për të ulur aksizën me 20% nëse çmimi i karburanteve do rritet me 220 lekë për litër. Ky është një nga vendimet që ka marrë bordi dhe që pritet jap efektet e veta në momentin që do të kalojë çmimi mbi 220 lekë për litër. Deri në atë moment ngjelet shumë për të parë se si çfarë efekti do të ketë. Por, a është kjo zgjidhja më e mirë? Jo, nuk është në kushtet ku ne jemi, nuk mund të them që është zgjidhja më e mirë. Pse? Vendet e rajonit kanë pasur një strategji, krijimi i rezervave, dhe kjo është një strategji që ka me ligjet e qeverisë shqiptare, që të detyroj firmat që importojnë karburant të ruajnë për rreth 3 muaj një sasi karburanti të mjaftueshme për 3 muaj të mundshme krize që mund të ndodhë në arenën ndërkombëtare. Dhe ky është një detyrim që firmat duhet e ezaurojnë, duhet ta përmbushin, gjë që nuk është përmbushur. Dhe në këto kushtet ku nuk është përmbushur, pasoja direkte është mbi xhepat e konsumatorëve. Pra, nëse dikush nuk mban rezervat në naftë, sikur se deklarojnë që ka marrë përsive për t'i mbajtur, çdo rritje e çmimit automatikisht do të reflektohet direkt te xhepat e konsumatorëve, sepse ne jemi në harkun e 3 muajve që nga muaji i shkurt që ka filluar kriza. Shkurt, mars, prill. Do të thënë jemi akoma, nëse do t'i kishim këto, ne nuk do të kishim arsye për diskutuar akoma për rritje çmimesh. Po ne jemi përballur me rritjen e çmimeve drejt për drejt. Menjëherë sapo ka ndodhur kriza dhe fillimi i luftimeve në Iran. Ndryshe ka ndodhur me vendet e rajonit, që jo vetëm që kanë çmimet më të ulët të naftës, siç është Maqedonia. Se kanë rezerva? Por dhe për shkak të rezervave që ato kanë, dhe për shkak të lidhjeve që ato kanë. Mbaj mend një deklaratë kryeministrit të Maqedonisë së Veriut, Mickoski, ku tha, ne jemi në gjendje ta përballojmë edhe fluksin që po vin nga vendet shinje dhe kishte kryesisht për shqiptarët që shkojnë në Maqedoni. Mbushin makinat me karburant dhe vinë në Shqipëri dhe prapë u del më lirë se sa të vinë dhe të furnizohen në pikat shqiptare. Pse? Sepse ka një çmim më të ulët, ka një barë më të ulët fiskale, tatime, taksa që vendosin mbi karburantet, dhe kanë të siguruar rrugët e furnizimit me karburant ndryshe nga çfarë përballon ekonomia dhe qeveria shqiptare. Elton, pas kësaj analize të vërtetë të kësaj situate, a shikoni stabilizim në kohë afaqshkurtër apo ne duhet përgatitemi për një periudhë më të gjatë pasigurie? Si e shikon në këndvështrimin tënd? Nga Gjermania, nga Berlini zyrtar, Friedrich Merz para e lajmëroi. Ky është vetëm fillimi. Pasojat e kësaj lufte që ishte SBA Izrael ndaj Iranit do të ndihen për një kohë të gjatë. Nëse nga Berlini zyrtar vjen ky qëndrim që është lokomotiva e ekonomisë europiane dhe që është shoqëruar me raportin në të fundit që vjen nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, nuk mendoj që ka vende më për diskutime dhe për dyshime. Se si do shkoj. Që do ketë pasoja, do ketë qoftë në rritjen e çmimeve dhe qoftë në mënyrën dhe duke shpresuar që do ngjelet me kaq dhe nuk do ketë pasoja të përkthyera në më tej dhe në zhvillime politike. Ngjelet për të parë shumë se si do rrjedhin ngjarjet dhe për kanë që do marrë zgjidhja e krizës ndërmjet SBA-s të Bashkuara të Amerikës dhe SBA Izraelit dhe Iranit. Pse? Sepse në fakt mënyrë se si Donald Trump ju qas fillimit të luftimeve ishte që gjithçka do përfundojë në 2-3 javë. Nuk ka përfunduar në 2-3 javë, por nëse në terma afaqshkurtër gjendet një zgjidhje për aq kohë sa ka ngel, sa më shkurtër të jenë luftimet dhe të vazhdojë konflikti, koha e konfliktit, aq më të ulta do jenë pasojat. Sa më shumë të zgjas, edhe më shumë do të shtohen pasigurit dhe ndikimet që mund të ketë në ekonominë globale, ku automatikisht edhe Shqipëria nuk mundet mbetet jashtë. Prekim pak pjesën e ndjeshmërisë për këtë pjesë. Në kohë të tilla pasigurie, si mund të ruajë qytetari qetësinë dhe shpresën? Një qytetari thjesht pa rënë panik, pa rënë frikë. Me çfarë po ndodh? Si mund t'i ndajmë gjërat? Tani ne po flasim si
U bë një panoramë në fakt asaj çfarë po ndodh realisht. Po vërtet është pyetje shumë mirë se shton juve, si dy të qasim ne këtij realiteti. Dhe si mund të ndryshojmë ne realitetin. Për çfarë ne folëm? Ne folëm për një pasiguri ekonomike. Folëm për ekonominë në vështirësi, folëm për financa në vështirësi, folëm për rritje të konsumit dhe më pak mundësi për të ardhura. Kjo është ajo çfarë ne flasim në vija të përgjithshme. Por puna është se çfarë objektive dhe çfarë qëllimi kemi në jetën tonë. Nëse ne e vendosim qëllimi ose kemi vendosur qëllimin e jetës tonë, në krijimin e kësaj pasurie që Bibla thotë e gryen tenja. Nëse ne kemi vendosur objektivin e jetës tonë në rritjen e pasurisë financiare, ekonomike, monetare, shtëpi, makina, financa, pushime, e gjithçka tjetër që rrjedh nga një mirëqenie, që nuk është as pak e keqe, por nëse është ky qëllimi i jetës, sigurisht lumturia jote është e varur prej saj dhe prej saj dhe do të kurret. Por nëse ne vendosim shpresën dhe i mbajmë syt tek gjërat që kemi përpara, tek përjetësia me Perëndin, tek marrëdhënia me Perëndin, nëse e mbajmë syt tek Perëndia, tek krijuesi ynë, tek burimi dhe siguruesi i jetës son dhe i të ardhurave tona, atëherë gjërat ndryshojnë. Fokusi dhe perspektiva ndryshon. Nëse ne shikojmë vetëm punën si të ardhurat tona dhe si siguruesin tonë, dhe si furnizuesin tonë, si garantuesin e një jete më të mirë, atëherë sigurisht ky burim mund të thahet për kohë të ndryshme. Por nëse ti e shikon Perëndin si siguruesin, si burimin e të ardhurave tua, si personi që sjell jetën dhe jetën e përjetshme, dhe bashkë me jetën gjithçka jeta mbartë prej Perëndis. Shëndetin, financat dhe gjithçka tjetër. Atëherë perspektiva jote ndryshon, perspektiva jote ndryshon dhe qasja jon ndaj të qenit më pak të ndjeshëm ndaj rrethanave bëhet më kuptim plot. Pra, cili është objektivi, ku e kemi fokusin? Kë kemi vendosur të parë në jetën tonë? Kë kemi parë si siguruesin e jetës tonë? Kë kemi parë si atë që na jep gjithçka dhe me bollëk, Perëndin apo punën. Nëse vendosim Perëndin, Zoti do bëjë në rrugë. Po. Hyn në rol besimi. Kjo është pjesa e besimit të cilin ne absolutisht duhet ta vëmë në punë, sepse besimi për ne të paktën nuk ka qenë dhe nuk mund të jetë thjesht një letër e shkruar në sirtar dhe e lën aty dhe ti thjesht i reflekton. Po besimi ynë është i gjallë. I thret gjërat që s'janë sikur të ishin dhe ato vinë në ekzistencë. Dhe Perëndia është ai që sjell në ekzistencë dhe ne e dimë se kujt i kërkojmë dhe e dimë se çfarë presim. Dhe kjo është siguria dhe shpresa jonë. Shpresa jonë është e vendosur tek Perëndia. Nëse e vendosim shpresën tek paraja, zhgënjimi do jetë i madh. Nëse vendosim tek puna dhe tek krau i forcës sonë, zhgënjimi do jetë i madh. Po nëse vendosim tek Perëndia, ai është siguruesi ynë dhe do bëj rrugën aty ku duket sikur s'ka. Do hap dyert që duken të mbyllura, do mbyll dyert që nuk janë prej tij dhe do bëj një rrugë. Po. Për ta përmbyllur, besoj që kjo situatë do të jetë pikë lutje gjithë besimtarëve të krishterë në lindjen e mesme, apo jo? Po, mendoj që duhet të jetë një pikë lutje për gjithë. Por pikë si gjithashtu do doja ta vendosim pak, nëse mund të qëndrojmë këtu, ta vendosim pak fokusin se ku është shpresa jonë. Shpresa jonë, fjala e Zotit thotë tek Hebrejt 6, vargu 18, nëse mund t'i referojmë. Është shpresa jonë, fjala e Zotit thotë që është e vendosur dhe është e ngulitur në brendësinë e velit të Perëndisë. Aty ku Krishti ka hyrë. Dhe aty ku Perëndia, Zoti na ka shfaqsuar përmes gjakut të derdhur. Dhe na ka shfaqsuar dhe na ka pajtuar me Perëndin atin tonë që të kemi jetën e përjetshme. Dhe aty është ngulur speranca jonë. Dhe kur bëhet fjala e Zotit thotë sperancë, do të thotë që speranca është speranca një anije, që do të thotë anija jonë e ka ngulur sperancën dhe kjo është shpresa jonë e sigurt, thotë fjala e Zotit, që e kemi të ngulur sperancën në brendësinë e velit Perëndis, aty ku Krishti hyri, shfaqsoi dhe qëndroi dhe shkojnë pranë Atit dhe na pajtoi me Perëndin. Kjo është siguria jonë, një ngjarje që ka ndodhur dhe na bën të sigurt përpara Perëndis. Krishti në ne është shpresa jonë për lavdi. Shpresa jonë për të hyrë në lavdinë e Perëndis. Dhe kjo shpresë, thotë fjala e Zotit, është një shpresë e sigurt.
e ngulitur në praninë e Perëndisë. Kur fjala e Zotit thotë kemi ulur spirancën në praninë e Perëndisë, thotë pikërisht që kjo spirancë që kemi ulur dhe kemi vendosur në praninë e Perëndisë tani e bën që spiranca e bën anijen të mos lëviz. Spiranca e bën anijen që mos lëkundet nga erat, nga stuhit, nga dallgët. Nëse një anije e spirancën, fundi i saj është i ditur. Do të thënë kudo ku të fryer ajo do përplaset, do shkatërrohet, por nëse ti e ngul spirancën dhe e ke ulur mirë spirancën në brendsinë e velit të Perëndisë dhe e ke bërë Perëndin të sigurt si Zotin dhe siguruesin tënd, atëherë kjo na bën që këto stuhi, këto era, këto furtuna që vinë në të majtën në të djathtë tonë, na bën të jemi të sigurt dhe të palëkundshëm në praninë e Perëndisë. Fjala e Zotit thotë të kapemi fort. Kapuni thot pas spirancës që ka vendosur përpara jush. Le të kapemi mbas shpresës të sigurt që është në braci të velit të Perëndisë, aty ku Krishti shfaqsoi për gjithsecilin prej nesh. Dhe kjo është shpresa jonë e sigurt të fjalës së Zotit. Se nuk është një shpresë që na turpëron, por është një shpresë që na bën sigurt përpara Tij, që qëndrojmë kokë lart dhe sigurt për atë çfarë presim dhe besojmë. Të falenderojmë për analizën e qartë, të vlefshme që na bëre sonte, për inkurajimin Zotin Elton, shumë bekime për ty. Faleminderit juve. Siç dëgjuam sot, krizat globale nuk janë thjesht shifra ekonomike, por realitete që në fakt prekin familjet tona. Megjithatë, në mes të pasigurive, besimi na kujton rëndësinë e paqes dhe shpresës. Ju falenderojmë që ishit me ne sonte, qëndroni me Familja 7, me TV7 për tema të tjera që prekin jetën, shoqërinë tonë dhe besimin në Jezusin.